Ja si e bëra me djalin tim atë punë dhe nuk jam pishman. Ishte një natë verore kur erdha në shtëpinë e tij pas shumë vitesh. Airkondicion gjëmonte dhe në dhomë bizotëronte aroma e kafes së freskët dhe e librave të vjetra. Mjeshtër, djali im kishte mbetur në qytetin ku kisha lindur, ndërsa unë kisha shkuar jashtë pas divorcit. Është e vështirë të jesh vetëm në shtëpi ku ke rritur, tha ai, duke më shërbyer një gotë verë të kuqe. Dorëshpatat i driteshin paksa. Kisha lënë atë djalë 17 vjeçar kur u divorcova nga nëna e tij. Tani ishte 34 vjeç, një burr me sytë e mi dhe buzëqeshjen e nënës së tij. Kisha humbur 17 vjet të jetës së tij dhe tani isha kthyer si huaj. Javën e parë qëndruam të drojtur, unë në dhomën e fëmijërisë sime, ai në dhomën e tij. Bisedonim për librat, politikën, muzikën, të gjitha temat e sigurta, duke shmangur shkëputjen tonë emocionale. Një mbrëmje, ai më tregoi për dashurinë e tij të fundit, që kishte përfunduar tragjikisht. Ajo më la pas një fjalë, tha, duke fshirë lotët me pjesën e pasme të dorës, dhe unë mbeta me këtë ndjesi që askush nuk do të duan vërtet. Unë, që gjithashtu isha vetëm pas 2 martesave të dështuara, u ndjeva e prekur nga fjalët e tij. Ndihem njësoj, thash. Ndoshta disa njerëz janë thjesht të destinuar të jenë vetëm. Ai ngriti kokën dhe sytë tanë u takuan për një çast shumë të gjatë. Diçka ndryshoi në ajër. Ishte si një rrymë elektrike që kalonte midis nesh, e cila na bëri të dy të shikojmë larg menjëherë. Ditët në vijim, tensioni u rit. Shmangnim prekjet e rastësishme, flisnim më gjatë natës, më shumë, në errësirë, duke shpifur sekretet tona më të thella. Mësoja për fëmijërinë e tij të vetmuar, për mungesën time, për dhembjen e tij. Ai mësoi për regjimet e mia, për dëshpërimin tim, për t'u lidhur me dikë. Një natë kur shiu rrehte me forcë kundër dritarëve, ai erdhi në dhomën time duke qenë se kishte dëgjuar një zhurmë. Isha në krevat duke lexuar me dritën e dobët të llambës së çadrës. Ishte vetëm era, tha ai duke qëndruar në prag. Ti drite, Brejta, është ftohtë. Eja këtu. Ai u ul në buzë të krevatit tim dhe duart tona u takuan. Ishte një prekje e thjeshtë, por ndjeva një ndryshim të menjëhershëm në trupin e tij. Një tension që nuk ishte vetëm nervozizëm. Mjeshtër, thash me zë të ulët. Ai u përkul dhe e preku ballin e tij me ballin tim. Nuk di pse po ndodh kjo, shpëriti. As unë, por ne e dinim. Ishte atje në ajër, në distancën shumë të vogël mes buzëve tona. Ishte në mënyrën se si duart tona gjetën njëra tjetrën, gishtat e ndërlidhur. Ai u tërhoq. Kjo është e gabuar. Di, ti je baba im. Di. Ai u ngrit dhe u largua, duke e lënë dhomën plot me tensionin e palidhur. Ditën tjetër shmangëm njëri tjetrin. Unë shkova për një shëtitje të gjatë, ai mbeti në shtëpi. Kur u ktheva, ishte duke gatuar darkën. Ajri ishte i trash, me gjërat e pathëna. Më fal, tha ai pa e u kthyer. Për çfarë? Për djersën, për ndjenjat, për çdo gjë. Ju afrua. Nuk kam bjerë një lidhje të tillë me askënd në gjithë jetën time. Ai më ktheu syt plot me dhembje dhe dëshirë. Por çfarë nëse kjo e shkatëron çdo gjë? Çfarë nëse nuk jemi më në gjendje të jemi babë dhe birë pas kësaj? Çfarë nëse jemi të vetmit njerëz që mund të kuptojmë vërtet njëri tjetrin? Ju përgjigja. Ai heshti, pastaj fiki sobën. Erdhëm së bashku në dhomën e ndënjes, ulëm në divan dhe këtë herë nuk kishte tërheqje. Ai më puthi dhe ishte si të kthehesha në shtëpi pas një jete në mërgim. Ishte e tmerrshme dhe e bukur, e ndaluar dhe e domosdoshme. Gjatë muajt në vijim, ne eksploruam këtë territor të ri me frikë dhe habitje. Ishte jo vetëm fizike, ishte emocionale, psikologjike. Zbuluam se ne të dy të lënduar nga jetët tona, kishim gjetur njëri tjetrin në një mënyrë që sfidonte çdo koncept që kishim për vetveten. Por bota jashtme nuk mundi të injorohej për gjithmonë. Një mbrëmje, vllai i tij Beni erdhi pa paralajmërim. Gjeta veten duke u larguar nga dhoma kur mjeshtri ishte afër, duke përsëritur një veprim
që ishte bërë zakon, por tani duke i rrezikshëm. Ti dukesh i ndryshëm, vërejti Beni, duke më studiuar, më i qetë. Si ndihesh me të qenur këtu me mjeshtër? Është terapeutike, thash, duke ditur se po gënjeja me gjysmë të vërtetën. Më pas Beni u largua. Mjeshtri më përqafoi nga pasja. Ne nuk mund të bëjmë këtë përgjithmonë, përshpëriti në veshin tim. E di, a do të ikësh përsëri? Kjo ishte pyetja që më tremte. Nëse doja ta përjetojmë këtë lidhje të çuditshme, të ndaluar, të fuqishme, ose nëse doja të kthesha në mërgimin tim, duke e lënë atë përsëri. Çfarë nëse kjo është vetëm një reagim ndaj mungesës së kohës zgjatjes son, pyeta. Çfarë nëse thjesht po përpiqemi të mbushim një zbrazdi me diçka të ndaluar? Ai më ktheu përballë. A mund të ndash ndjenjat tona në kategori të tilla? A ka rëndësi nga vinë, nëse na bëjnë të ndihemi më pak vetëm? Bisedat tona u bën filozofike, ekzistenciale. Studiuam tekstet e Freudit, diskutuam kompleksin e Edipit, eksploruam kufit e dashurisë, por teoritë dështuan kur duart tona gjetën njëra tjetrën në errësirë. Pastaj erdhi sëmundja. Mjeshtri u sëmur rënd dhe unë u bëra kujdesari i tij. E lava, ushqeja, kujdesa. Dita kur u përmirësua, ai qau në krahët e mi. Ti je i vetmi që më ka kujdesur kaq shumë, tha. Dhe unë e kuptova. Ne ishim dy njerëz të lënduar që po përpiqeshin të shëroheshin përmes njëri tjetrit, por mjeku ynë ishte bërë helm. Vendosa të flisja me një terapist. Pa më treguar specifikat, përshkrova një lidhje jashtëzakonisht të ngushtë me një antar familje. Terapisti tha: ndonjëherë, kur njerëzit kanë humbur lidhjen themelore familjare, ata përpiqen ta rindërtojnë atë në mënyra që shkelin kufijt. Pyetja është: apo e shëroni njëri tjetrin apo po e lëndoni më shumë? Kur i përsërita fjalët e terapistit mjeshtrit, ai u tmerrua. A do të thuash se çfarë po ndodh? Jo, i thash, por duhet të mendojmë se çfarë po bëjmë vërtet këtu. U vendosëm të ndalnim marrëdhënien fizike. Do të përpiqeshim të rindërtonim një marrëdhënie normale, babë-bir. Ishte e pamundur. Tensioni ishte akoma atje, duke u shprehur në blicët e shikimeve, në prekjet aksidentale që ndaleshin shumë gjatë. Një ditë mjeshtri erdhi tek unë me sytë e kuq. Unë do të martohem, tha. Ishte aq shpejt. Është një vajzë që e kam njohur për një vit. Ajo është e mirë, e thjeshtë, e shëndosh. Heq dorë nga ne, thash. Heq dorë nga çka jemi bërë ne, korrigjoi ai. Jo nga ajo çfarë jemi. Dita e dasmës së tij ishte një nga ditët më të vështira të jetës sime. E pash të martohej me një grua të ëmbël, të qëndrueshme. Kur vallëzuan, takova sytë e tij përmbi supet e saj. Kishte ndjesi të përzjera, dhembje, miratim, një lloj lirimi. Pas dasmës u largova përsëri, këtë herë me miratimin e tij. Unë do të jem gjithmonë këtu, më tha. Ai në stacionin e trenit, por tani duhet të jemi babë dhe bir, vetëm kaq. Tani pas 5 vjetësh, ne jemi në një vend të qëndrueshëm. Ai është baba i 2 fëmijëve. Unë jam gjysh i dashur. Në kohën e festave, kur të gjithë janë së bashku, ndonjëherë marrim një çast vetëm në balkon. Duart tona ndërpriten për një sekond. Sytë tanë takohen dhe ne dim se çfarë kishte ndodhur. A jam pishman? Jo, sepse ajo marrëdhënie e ndaluar e çorroditur na solli në këtë vend të shëndosh. Ne e kalojmë kufirin për të gjetur rrugët tona prapa. Disa do të thonë se kjo është arsyetim, por unë e di çfarë ndjeva, një lidhje kaq e thellë, sa shkeli të gjitha rregullat për të shprehur veten. Mjeshtri dhe unë nuk jemi më ata që ishim. Ne jemi babë dhe bir që kanë kaluar në përzjarr dhe kanë dalë në anën tjetër, të lënduar, por të shëruar në mënyra të çuditshme. Dhe ndonjëherë, kur e përqafoj atë, ndjej hekun e asaj intensiteti të vjetër dhe e di se ne të dy kemi zbuluar një formë dashurie që nuk mund të përshkruhet, por vetëm të jetohet dhe pastaj të mbahet e fshehur si një sekret i shenjtë dhe i ndaluar që na bëri ata që jemi sot.